të cilët janë të heshtur dhe nuk marrin pjesë fare ose abstenojnë edhe të dalin në zgjedhje, ata do të votojnë. Dhe me votimin e tyre, me rritjen e votës së Partisë Demokratike dhe me rritjen e votës së Lidhjes Demokratike, nëse hyhet një koalicion parazgjedhor me Vjosa Osmanin dhe LDK-n, që unë e preshtoj AK-n, e cila nuk do të hyjë në koalicion sigurisht me LDK-n për të graje vetme, atëherë do të ketë ndryshime në atë mozaikun e kuvendit të Republikës Kosovës. Dhe do të ketë ndryshime të ndjeshme. Unë mendoj që partia më e madhe e cila tani është në pushtet, kur nuk do të ketë fatin të ketë gjithë këtë numër të deputetëve. Sepse kulmi i lëvizjes vetëvendosje është numri 57 deputet. Bashkë me atë koalicionin i cilive s'ka fillu të qohet. Dhe në qoftë se Vjosa Osmani e tërhek atë elektorat që e ka dërgu në lëvizjen vetëvendosje, me daljen e saj, domethënë kundër zotit Kurti, i bie që ata kthehen në shtëpinë e vet dhe i bie që edhe një pjesë e madhe e tyre të cilët ende besojnë dhe kanë besim në zonin Osmani për politikën e saj të jashtme, të largohen nga lëvizja vetëvendosje. Kështu që do të rritet LDK-ja, do të rritet PDK-ja. PDK-ja nuk bjen më poshtë se sa 193.000 vote. Do të thotë PDK-n unë e shoh deri në 220.000, 230.000 vota, por edhe më shumë vota nuk shoh sepse s'ka sa ku më i marr. Por unë e shoh një ramje e cila do të ndodhë në lëvizjen vetëvendosje dhe në zvogëlimin e deputetëve të saj. Kush rritet sipas teje? Me daljen e Vjosës ose me krijimin e një iniciative qytetare të saj. Okej. Zvoglohet vetëvendosja, rritet LDK me Vjosën, thua ti? LDK me Vjosën, do të rritet e djathta. Dhe unë sot e kam dëgjuar që